Jemi në mesin e muajit maj dhe për pak ditë pritet të hapet zyrtarisht sezoni turistik në bregun ranor të Divjakës me një gjatësi prej 2.8 kilometrash. Si çdo vit, Drejtoria e Pastrimit dhe Gjelbërimit pranë Bashkisë Divjak ka nisur aksionin për pastrimin e mbetjeve të sjella nga deti në këtë zonë. Fokusi i veçantë i këtij aksioni janë mbetjet plastike dhe inertet që depërtojnë në det përmes dy grykderdhjeve kryesore të lumenjve Shkumbin dhe Seman, të cilët çdo vit shndrojnë këtë vijë bregdetare në një sipërfaqe të mbushur me mbetje, ngjashëm me një landfill të hapur. Kjo vijë bregdetare frekuentohet nga qindra turistë ditor gjatë ditëve të nxehta të verës, që zgjedhin të pushojnë në rërën e Kristalt, pranë gjelbërimit të parkut me pishe halore. Ajri i pastër dhe bukuritë natyrore i japin Divjakës një karakter të veçantë si një destinacion bregdetar. Megjithatë, një fenomen i pazakontë është vërejtur vit pas viti në këtë zonë. Deti tërhiqet ndjeshëm, duke krijuar një hapësirë të madhe rëre mes ndërtesave ekzituese dhe vijës aktuale të ujit me një gjatësi rreth 1.3 kilometër. Kjo krijon vështirësi për pushuesit, të cilët shpesh duhet të përdorin mjete transporti për të arritur në bregun e detit. Pjesa më e madhe e vizitorëve janë turistë ditor që shijojnë gjithashtu dhe parkun kombëtar Divjak Karavasta, ku atraksioni kryesor mbetet laguna e Karavastas. Aty mund të vëzhgohen zoj shtektar, përfshirë pelikanin kaçurrel dhe flamingot, pjesë e një ekosistemi të mbrojtur nga organizata ndërkombëtare. Pastrimi i bregdetit ka nisur, por autoritetet vendore theksojnë se për të garantuar një sezon turistik të suksesshëm dhe një ambient të pastër për qytetarët dhe turistët, nevojitet angazhim i përditshëm dhe bashkëpunim i të gjithëve.